zhvillimet në kampin opozitor, çdo ditë, çdo orë, çdo minutë në të ardhmen, do ta konfirmojnë në vazhdimsi që Kosova nuk ka parti opozitare. Këto parti opozitare po shkojnë këto zgjedhje me një qëllim shumë thjesht, po shumë të padobishëm për qytetarët e Republikës Kosovës, po garojnë për pak më shumë deputet që me pas pak më shumë hise në qeverinë e ardhshme. Kthimi që u trompetu më të madhe i Vjosa Osmanit në LDK i ka dy probleme shumë të mëdha. E para është një mashtrim i madh publik, sepse Vjosa Osmani nuk është kthy fare në LDK. Vjosa Osmani përdor LDK-n si trampolin për potencialisht ndaj pozitë të ardhshme në institucionet e Kosovës. Qysh edhe u mur vesh Sheshazi, ajo nuk është antare e LDK-s, e mori një grup për një 20 veta, po i çon listën e LDK-s dhe po ripërdor LDK-n edhe një herë. E dyta, ne besojmë që me këtë qasje, ma shumë i shkon simbolika e kalit të Trojës, sepse LDK-ja ma shumë se sa po bashkohet, po ndohet rishtazi. Sepse njerëz të cilët i qëndruan besnik LDK-s, në periudhën ku u braktis nga Vjosa Osmani, ku u sulmu nga Vjosa Osmani, ku u shkatru nga Vjosa Osmani, qysh edhe vetë ju e keni po, nuk kanë qenë pjesë e ceremonisë të bashkimit të trumpetuar nga kryetari Abdi Gjiku. Ky bashkim është lidhje puro e interesit për pozita të dy individëve që e kanë kapur këtë parti. Tash ju me të drejtë keni me pyet, po çka intereson Partia Socialdemokrate, çështja e LDK-s. Absolutisht na intereson. Kosova vun që 5 vjet s'ka opozitë. Kosova vun nga njerëz të cilët sa kanë qenë institucione i kanë shërby kryeministrit me pikë e me presje. Dhe Kosova nuk e ka luksin, Kosova nuk guxon dhe nuk duhet të rizgjedh njerëz të cilët kanë plane për pozitat veta. Madje nuk janë as për partitë. As për partitë cilat po shkojnë, i kanë abuzu, i kanë poshtru dhe po kthehen tamam me simbolikën sikurse kali i Trojës, e ju e dini që ai ka ndodhur Trojës kur e fut kalin brenda. Prandaj unë besoj që votuesit në Kosovë në përgjithësi, specifikisht votuesi i Lidhjes Demokratike, nuk ka arsye me mbështet këtë nismë e cila është nismë kundër tyne, është nismë kundër demokracisë në Kosovë. Prandaj edhe i bëj thirrje që të votojnë kësaj here për Partinë Socialdemokrate, e cila është e qartë dhe garon vetëm për ulëset e opozitës. Ne garojmë që vendit me ofru opozitë para se me bo çfarë do ndryshimi tjetër. Ata që garojnë veç për pushtet, mbesin në opozitë veç kur si merr pushteti. Edhe kësaj radhe kështu na ka ndodhur. Prandaj, ne sot e shënojmë këtë aktivitet me figurën e kalit Trojës që besojmë fuqishëm që është e vërteta më e madhe e kësaj ngjarje. Besoj që po garojmë për betejë, besoj që po garojmë për kauzën kuvend. Unë besoj që është e rëndësishme me qenë edhe të sinqert me njerëz. Përderisa jemi idealist, përkushtuar, aktivist që na keni pa që më shumë se 20 vite disa prej neve, e në Partinë Socialdemokrate që 6 vite ne kemi refuzuar dhe zgjedhje, krahas i idealizmit ton, vetmohimit ton, ne nuk jemi as arrogant, as naiv si të tjerët. Këta i garojnë kanë 110 e i fitojnë dikush 6, dikush 10, dikush 15. Gjithmonë të njëjtit, kur gjos kanë prodhu. Krejt çka kanë bo, kanë lujt lojën e kryeministrit Kurti. Për shkak se e luajnë këtë lojë për dy arsye. E para s'kan dijet mjaftueshme, e dyta kanë interesa shumë dhaja. Jo, shihni sa letë u bën bashk për dy pozita. Ti bën e mu kandidate për presidente, unë ty kandidat për kryeministër, dalin vetë do bashk, keshim bashku kry loja. Prandaj, na kemi dasht me i tregu qytetarëve të Kosovës, që ky është grupi parlamentari PSD-s. Na garojmë për me kalu pragun. Qytetarët mund të na votojnë edhe më shumë. Po gara jonë është kjo gara, është e sinqertë, është sfidë e madhe. Ama unë jam i bindun që 6 kandidatët tonë bojnë më shumë se secili kandidat i opozitës. Ju i keni pas 43 opozitë, po si mos me qenë hiç ka qenë. E unë ju garantoj, juve si gazetar, që keni na përcjell, nëse votuesi na voton po qytetarët e Kosovës, nëse kjo gjashje është deputetët e ardhshëm të Partisë Socialdemokrate, atëherë keni me pa çka është opozita, çka janë parimet, çka janë idetë. Prandaj kjo është mesazhi jonë i qartë për 6, sepse siç e dini, kishim mujt me bo më shumë. Jam i vetëdijshëm që nuk kishim mujt me bo 150 të tillë. Amo na 6 tonë i sfidojmë secilën 6 të secilës parti, ndaqin e baza morale, ndaqin ideore, ndaqin dijes, ndaqin guzimit, ndaqin vetmohimit.
Sfidë kjo, sfidë publike. Hajdeni të sfidohem bashkarisht dhe të shohim kush e ka grupin më të mirë ose gjashtin më të fortë që e bën betejën në kuvend. Qa me thonë tash, lidhja demokratike po blen lajka, po blen shera, po shtin kolit trojes në parti, po janë ndonë pozita dikuj që ja ka shkatru partin. I kanë shoh këta njerëz kanë lënë gjopa thonë. Pe kuptoj shqetësimin e opozitës, në mungesë të idesë, në mungesë guximit më ballafaqu me neve, po merren, a janë shumë e në pak. Na jemi qëta që jemi, që na njeni të gjithë, që ta njerëz kam i njoftë dhe krejt Kosova. Na ju garantojmë kush është grupi jonë parlamentar. Ata nuk e din, ju e dini që ata ja vjedhin votat një tjetrit. Ju e dini që ata i kanë ble votat e diasporës. Me qësit deputet që vjedhin, blejnë, shesin, qojnë lajka, pse s'pe i shpërndojnë lajkat mo, e lanë. Se u kuptu, shesh azi se ata i bëjqin ato lajka. Ishtë nga këshin që lajka, neve, vetë vendosis e krejt. Mani kështu, njerës ju njohin. Pra ndaj, nëse kritika me madhe, ndaj Parti Social-Demokrate është 6 deputet, na jemi krenar me këtë punë. A këshim pas që më koni 110? Absolutisht. A më na jemi të vëdishëm që popullit Kosovës i mungon një grup parlamentar, këta mundë mja jep. Me pako na të bindun, na këshim thonë votona neve se na e qeverisim Kosovën. Ata që ju thojnë na e qeverisim Kosovën, ata që ju thojnë që na kemi shumë njerëz, manen men, ata janë dukshur me hi për veti, tani me marrë na i të ndernë, që shkanë ndodhë sheshazi këto vite. Qa kanë bo 15 deputet e LDK-s? Ose 20 ma herët? Qa kanë bo? I kanë zhërbi kurtit, ja kanë votu vjosën, ja kandidojnë vjosën, ja kanë votu ligjin për konfiskimin e pasurisë, se cilin san kurtit i kanë najtë gaditun. Pra ndaj, e kuptoj cinizmin e tyne, po na jemi në betejë politike. Na jemi me binë qytetarin e Kosovës që 6 deputetet e Partisë Social-Demokrate e bojnë ndryshimin cilësor në kuvendin ashëm. Vota nuk vjen që shpo menoj njerë strategikisht. Ty mund është me dalë mirëshave të vendosën, mund është mirësha LDK-n, PDK-n, po nuk votën votu si kështu. Kauza jonë është arsyeja pse ne kritikojmë opozitën. Gjendja opozitës është arsyeja. Këta të opozitës po merren që është na pe kritikojmë opozitën, e s'pi kritikojmë pushtet, e çajnë do bo ata? Ata janë tu për lanë veti, i keni pa grupet e interesit, kush është numër 2, kush është numër 3, dhe mos harroni. LDK-ja peshon PDK-n, PDK-ja peshon LDK-n, KA peshon 2, më fal. Ata problemin nuk e kanë pse na pi kritikojmë. Problemi thelbësor këtu, kritika jonë është e qëndrueshme. Çka po thojmë na për opozitën është e vërtet. Atë merrim është e vërtet. Mas nej, mundëm mu marr vesh me bua jo. Nuk ka ndryshime më të mëdha në Kosovë, në këto zgjedhje që po him, se sa një grup i ri parlamentarëve. Deputet e njëjtë, fytyrat e njëjta, punët e njëjta, idetë e njëjta, përkushtimet e njëjta, interesat e njëjta. Hajde le ti ndrojmë, kur gjë kuvendi Kosovës nuk veç fiton me 6 deputet. Vota jonë e deni është e sigurt, është e deklaruar edhe bashkëpunimit edhe krejt, jemi vetmi subjekt që ka qëndrime të qarta. Vetni, një nga një. Herë të thojnë në bazë të interesa, herë të thojnë në bazë programe, s'kanë qëndrim kush me kanë që ka me bo. Dhe në vazhdim, kemi me shpalos hala ma shumë që na menojmë që ka me dalë vendi për krizës me qasin tonë. Kjo qënë ujnë veç në mullinë e PSD-s, sepse 6 deputetet e PSD-s i shërbejnë kauzës tonë që është parlament dinamik, i sfidum pushteti me garancë për demokraci. Kur të him na deputetet e PSD-s në kuvend, në ato mbledhjet e komisioneve nuk kanë më shku që shkanë shku tash. Mbledhjet e kuvendit nuk kanë më shku që shkanë shku tash. Kur të thirr kurti me zgjedh presidentin, nuk kemi me ikë për sallë, kemi me najtë në sallë, kemi me fol. Kurom nuk bojmë, vot nuk bojmë, po nuk ikim na me najtë në për salla. Në kuvend, që aty ku na ka qu qytetari i Kosovës në folsin, në foltorin e kuvendit, në ulsin ku na e vendi. Nuk jemi njerëz që mshefem, jemi të vetmit njerëz që nuk kemi nevojë as mu mshef, as mu tut për i kërkuj. Që ky është problemi i opozitës. Kritika për opozitën është për me qu të votusit, të qytetari, që kjo është problemi jonë. Kjo nuk do me thonë që neve kam na votus të opozitës, mund të votojnë votus të pushtetit, mund të votojnë të djeshme ose të opozitës djeshme. Ta shemi në garë, kush do që beson që kjo është qasja e thirë me na votu. Besoj që vjosja i shlajmi, besoj që krejt që ka boni PSD-ja ka kontribu me u kuptu që mas pari u manipulim. Së shkëthynë LDK. E dyta po kthehet për pushtet. E treta s'ka bashkim se ma shumë mundonë se u bashkun. Dhe e katërta këta u bom bashkë veç për pozita. Qysh është e mundshme vllak, del njëri, e kanë pas kandidat për kryeministër, e kanë bë kryetarët kuvendit, ndohet për partisë, kthehet parti, bëhet se listës kandidat për president. Po kjo nuk donin as diskutim. Nuk mundë me leju
me ndodhë si mashtrime në politikë, sepse po e dëmton kampin opozitar. Për kështu le të bashkohen me Albinin, le të garojnë si lista Guxo në listë me Albinin, kjo ashtu ka garu një herë me Albinin, le të bëhet kandidatë e Albinit dhe jemi në rregull. Prandaj deri në vazhdim ishin edhe kritikat edhe për të tjerë. Sa është më mirë të Partia Demokratike, po besoj që sot ju njoftojmë, nesër do të kemi po ashtu aktivitet për Partinë Demokratike, i cilin do të flasim ekskluzivisht për klanin që ka Partinë Demokratike. Po sot nuk po flas, sepse sot është Vjosa Osmani, si kal troje në LDK, i cili e dini që ka ndodhur kur ka hyrë ky kali në Trojë. Troja është shkatru, e ky është rreziku që i ka njosur kësaj partie. Për vetëvendosjen kur ka me pas një aktivitet. Edhe për vetëvendosjen, mos t'ja vnin veç keni me na ndjek, e keni me pas fushat krejt ndryshe me aktivitete shumë kreative, jo fushat bajate, jo fjalime bajate, jo premtime bajate, jo asi ku kurdi thot 500 euro rroga minimale, këta thonë 700, në fund pe dini çka ndodh. Krejt diçka tjetër keni me pa në këtë fushat, besoj që ka me qenë atraktive për gazetar, e pranueshme për qytetar, e shpresojmë që kemi me i bind njerëz edhe me na votu që me qenë kuvend, që me bodhe opozitën pastaj. Faleminderit shumë.